Autoritetet në Maqedoni të Veriut po vjojnë hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes së zjarrit në Koçan, ku vdiqën 59 persona dhe u plagosën mbi 150 të tjerë. Policia ka vënë pranga bashkëshorten dhe vajzën e pronarit të lokalit Puls, ku shpërtheu zjarri dhe ka konfiskuar disa pajisje telefonike. Gjithashtu janë kryer kontrolle në disa objekte të tjera, përfshirë zyrat e Inspektoratit Shtetëror të Tregut në Koçan. Vetë pronari i diskotekës është mes personave me djegje të rënda dhe aktualisht është duke u trajtuar në një spital në Lituani. Deri më tani, numri i personave të dyshuar ka shkuar në 34, mes të cilëve ka edhe zyrtar të lartë e ish punonjës policie, të cilët po përballen me akuza për vepra të rënda kundër sigurisë dhe shkaktim të zjarrit. Ngjarja e Koçanit dhe arrestimi i ish zyrtarëve të dyshuar ka nxitur reagime politike dhe akuza mes qeverisë dhe opozitës. Bashkimi Demokratik për Integrim ka akuzuar qeverinë se e kanë ditur se si ka funksionuar diskoteka Puls, por kanë heshtur dhe në vend që të merren me këtë, ata kanë arrestuar një ministër që prej kohësh nuk ka pasur kompetenca. Nga ana tjetër, kryeministri Mickoski ka hedhur poshtë pretendimet për përndjekje politike dhe hetime jo të drejta dhe ka kërkuar bashkëpunimin e BDI-s me autoritetet për zbardhjen e rrethanave.